ekspozuar. Po, sepse ju e dini, në bazë edhe të statistikave dhe motiv që i kanë bërë shoqëria civile, mu më ka ra dikon mesatarisht me fol 200 herë në vit në parlament. Në çdo të hanë konferencë për media pas mbledhjes kryesisë, pastaj ndonjë prononcim, pastaj edhe ndonjë debat dhe u bë një ekspozim i tepruar dhe pata nevojë për pak kohë me pas më dhonë edhe mundësi tjerëve. Sepse kanë nevojë edhe tjerët me u shpreh, kanë nevojë edhe tjerët me u pa, por gjithsesi edhe unë kam nevojë, kisha nevojë me marr pak kohë për veten dhe me pas. Nuk ka të bëjë me ndonjë pakënaqësi të brendshme, me ndonjë betejë të brendshme, me situatë shembull më të ndërlikuar për brenda lidhjes demokratike të Kosovës? Jo, nuk ka pas të bëj drejt për drejt me atë punë. Unë kam dhënë her pas here prononcime në hyrjet kuvendit në ato seancat që kemi mbajt, por nuk kam qenë në studio televizive për të shfaq elaborim dhe diskutim më të thelluar çështjeve për të cilën vjen keq sepse njerëzit e kanë kërkuar dhe mendoj se sa më shumë që bashkë bisedojmë, dialogojmë, debatojmë, ofrojmë edhe më shumë mundësi për zgjidhje. Po, unë kam qenë në gjitha ato prononcime që i kam dhënë kryesisht në hyrjet kuvendit apo në deklarimet timia në Facebook, jam munduar që ta shoh pak më ndryshe situatën, jam munduar që të ofroj një zgjidhje dhe të paralajmëroj për rreziqet dhe problemet që po vijnë. Dhe fatkeqësisht ato ndodhen shumica ashtu siç. Nëse referohemi situatës politike edhe zgjidhjeve të cilat u prodhuan nga spektri, të cilat dorën zemër na quan në zgjedhje të cilat do të pasojnë më 28 dhjetor. A ka patur opsion dhe a është dashur të gjendet një modalitet, zoti Gashi, që të shmangin zgjedhjet, eventualisht krijohen institucione, mos sillet një situatë ku me një farë forme vendosemi në një test përsëri tek elektorati edhe hapim shteg edhe më tutje për një proces tjetër zgjedhor që mund pasojë tek. Gjithmonë ka opcion, gjithmonë ka zgjedhje kur ka vullnet politik. E vërteta është që ka mungu vullneti politik dhe mungesa kryesore e vullnetit politik ka qenë prej partisë e cila ka dalë para, sepse me lindjen e drejtës për të propozuar dhe nominuar, lindje dhe detyrimi për të krijuar shumicë. Pra, lëvizja e vendosjen në këtë rast nuk u soll si e tillë dhe nuk veproi si e tillë. Përderisa i duheshin numrat për të ofruar zgjidhjen dhe për të formuar institucionet, nuk krijonte platformë të bashkëpunimit. Pra, vazhdonte me formën e imponimit dhe kryesisht me idenë e subordinimit partive apo grupeve tjera politike. Kjo mendoj se ka qenë baza e problemit dhe pastaj mungesa vullnetit për partive politike për të bashkëbiseduar me lëvizjen vendosje dhe për të komunikuar. Dhe kur ka mungesë vullneti të theksuar për bashkëbisedim dhe komunikim, gjithmonë gjendjen disa arsye dhe deklarime të ndryshme, duke filluar prej natës fitimit daljes si partia para apo fitimit zgjedhjes nga lëvizja e vendosjes. Prej festës në shesh. Po, deri në fund të ditës së fundit kur u shpërnda kuvendi. Unë mendoj se ajo çka është më rëndësishme është të shohim se çfarë diskursi po ndërtojmë në këtë fushatë dhe çfarë ngjyrimi politik po japim fushatës dhe si po ndërtohen aleancat e reja. Në pyetje, a është e padrejtë të vendoset gishti tek një subjekt politik, pavarësisht që ata dolën të parë, marr parasysh që ata ju drejtuan juve, jo juve si Arben Gashi, po juve si subjekt politik, Arben Gashi është faktor i rëndësishëm në këtë subjekt politik. Unë thash, ju thanë e janë të bëjmë koalicion, pavarësisht atyre fjalëve, pavarësisht hajvanave, pavarësisht fyrjeve, pavarësisht gjuhës të tepruar, edhe të dënuar, edhe në rrafshin analitik këtu në studion e politikë. Por ata në dy drejtime të ndryshme i thanë LDK-s ja të bëjmë koalicion. Janë dy elemente. Elementi i parë është, unë thash që i pari për nga e drejta, i pari dhe për nga detyrimi. Pra, e drejtën për të formuar institucionet, për propozuar kryetarin e kuvendit, për propozuar qeverinë, por edhe detyrimin që të formoj shumicën. Dhe po ashtu e thash që edhe partitë tjera apo grupet e tjera politike nuk kanë qenë gatshme që të bashkëpunojnë me vendosjen. Pa përjashtu këtu as Lidhjen Demokratike e Kosovës, e cila që në fillim u deklarua që do të jetë në opozitë dhe nuk do të marrë pjesë në qeveri të re. Tash le të kalojmë te elementi tjetër. Elementi tjetër është ideja është është gabim që LDK-ja kështu. Letra ftesë. Nëse flasim për letrën ftesë, atëherë unë mendoj se mënyra se si është draftuar letra është draftuar për të refuzuar. Nëse shihni paragrafin në fundit, mënyra se si drejtohet, thotë tash me qenë se Lidhja Demokratike
ka ndryshuar dhe nuk janë më ata njerëzit, po supozojt, kësi ju jeni të mirët dhe duhet me bashkëbisedu, ajo masanej kryoj dhe një trazirë të mërënshme LDK, si mas meje e qëllimshme.